Kemi tashti një qik tjetër e cila, më me thonë që e ka emrin Vesa Kraja, mirë se erdhe Vesa. Mirë se erdhe Kemi Vesa. skenografën e televizionit, por edhe të festivalit në këtë rast. Po që ajo që të bën përshtypje, po ashtu është si Vesa, si zona, e kanë këtë që bojnë punën e vetë, heshtin. Këta më inteligentët nuk flasin shumë, kanë brenda shumë, se po të flasin këta. Lëvizin malet. Ju nuk e dini që kom hek me binë Vesën me ardhë mas pari. Faleminderit shumë Vesa. Faleminderit juve që më keni ftu me folë. Knatësi shumë e madhe. Jemi në proces e sipër të realizimit të festivalit dhe ajo pjesa, do të thonë, hajde vetëm nëse nisemi pak për edicionit parë, pastaj edicioni i dytë dhe tani do të jetë i treti. Po ajo që ka bë përshtypje gjithmonë ka qenë skenografia, madje ka pas prej atyne, cilët nesërmen mas është majtë festivali, mu personalisht më ka thënë, wow, edhe na kena diçka që shtu, edhe na mune me bë diçka që shtu. Unë e kompletu nga shtëpia dhe nga ekrani, edhe besoni, nuk po e them kështu sa me thonë, kisha këtë pilotin telekomandën në dorë, mos me thonë digitronin, edhe pe këshyre, a e qita more rrë të këna ka, ku kërë se kur filloj, ajo ashtu tash kush filloj, kështu që ju lëmët. Edhe na di me bo senet bukra. Po, kjo është e mira. Edhe na di me bo, gjithmonë duhet me pas arsye pse bohen ato, në këtë rast na e kemi festivalin e Kongës që krejt e tregojmë si viteve të para, si tash, po shpresojmë që me dal po ashtu bukur. Pa dyshim. Si në vitet e tjera. Sa do dalë bukur si vjetë? Ajo metet me vlerësu tjetri. Pa modesti, zona se... Shika, kur kam fillu me punu, unë e punoj edhe si kostumografe. Edhe gjithmonë e kisha një ide që po du diçka me bo dallim prej 2 viteve tjera që i kam bo Shqipja dhe Rudina. Po. Na fillojshim prej zeros me bo skenografinë. Hajde të bëj diçka që nuk e kemi pa 2 vjetash. Qajo ka qenë që unë e kom fillu me ideu. Qa po bëj? Unë si kostumografe i du shumë veshjet tona. Shqiptare. Ajo ka shumë rëndësi. Edhe dhe nuk duhet tu punu në ta, fillova valzimet e veshjeve tona që i kemi të gjubletës. Që aty ka ardhur ideja jeme parë për skenografinë. Sa bukur. Sa mirë. Është një pjesë të cilën kur të shihni e kuptoni për çka e kam fjalën, çajo është çaj valzimi që unë e kam dashur si kostumografe, skenografe me paraqit. Një pasuri tonën. Gëshëtimi i jo mundu traditës së veshjeve si gjubleta që është më e vjetra në gjithë historinë tonë. Unë s'kam shku tashti me ngarku detaje, po aty ka lind. Elementi. Ajo është elementi që unë aty kam fillu me ndërtu skenografi. Dhe ne tashti gjatë kur i kishim edhe këta të tjerët që kanë qenë këtu, na kanë treguar dhe tash prej aty ne kemi kuptuar që Vesa me ide me këto kanis Koxhamati. Shumë ka herë kom fillu. Që i bjen... Une në mars dikun e kom dorëzu skicën e... Wow, ne jemi në tetor, në fund të tetorit. Se e kom mëndu, edhe, domethënë, e disha në fund që unë e zona kemi me bo. Edhe, ma mirë herët, që edhe nëse kemi mundësi me ndryshu me bo diçka ka ku. Se mos me lanë minutave të fundit. 7 minutat e fundit, po 7 minutat më herët. Që shkojmë, në fund nuk kam dashur ajo me ndodh, që kur filloj me punu, të jemi të sigurt çka jemi të dashur me bë, mos me pas ndryshime në minutat të fundit, sepse ajo tani po na krijon stres, po na krijon lodhje pa nevojshme. Për ne laikët do doja Kika se edhe ti atje edhe she edhe din më mirë, por ne që nuk e dim, për çka kujdeseni skenografit, çka ka përsipër? Skenografi e dizajnon. Do të thonë veç ajo çka shohim apo shkon me gjithçka edhe me hyrjen edhe me Shiko, ajo tani shkon edhe pak me pjesën regjisoriale, hyrja, mizanskena këtu, shkojnë edhe me regjisorët që kanë me bë realizimin, kanë me bë edhe skenari, besa, hin të gjitha këto elemente, po na e bëjmë punën ku ata kanë me hi, ku ata kanë me nejt, ku ata kanë me këndu. Domthon krejt kjo shkon një farë bashkëdyzimi zinxhiror që vjen deri ndroi edhe orkestra, këtë vit është më ndryshe, e kemi edhe aty. Kush e ka menduar këtë me u fut?
Unë i mendova prej fillimit. Kishe të lumë. I mendova, po tani ju pëlqej të gjithëve ajo ide, që do më si vjatë me ndryshuar, ke se s'pët ja me tregua, mos me tregu. Jo, fakt edhe është përmendur më përpara dhe kjo do të jetë mbase risia sa i përket skenografisë, sepse nuk e dim, këtë që kemi mujt tash me pa te salla, sepse është në është fillimi e krejt, po. Është fillimi, do të thonë janë ato bazamentit themi kësaj. Por që kjo ishte shumë e bukur, do të thonë ideja që orkestra të jetë inkorporuar aty në skenë, po. Në skenë. Kësaj radhe i kemi hyp në alt krejt. Po janë të ngjitur, besoj janë të menu ç'është ka më duket. Dhe besoj edhe për djemtë e orkestrës edhe ata do të jetë. Janë më afër krejt. Po. Që ajo është Është shumë e kushtueshme? Skena e si vjetme? Njëjtë janë. Këto çështjet financiare, unë nuk kam qenë as mi fol, po do të s'ka pas të bëj diçka më Jo. shtesë. Ka pas vështirësi Vesa që ndoshta ndonjëherë tu ka dorë diçka, por fatkeqësisht nuk e kemi në Kosovë, por si ide ke pas dëshirë me fut, por nuk e kemi. Qyre tash na me teknologji edhe muj me thonë se kemi, unë gjithmonë nisna kur të mendoj skenografin çka kemi. Nuk shkoj dikun tjetër se që aty po vjen problemi. Që aty po na vjen problemi neve. Gjithmonë që kur ballafaqohemi me ato që nuk e kemi në treg. Kështu që unë gjithmonë nisna me ato çka e kemi në treg. Çka më shfrytzu këtu, e shfrytëzoj këtu. Nëse kemi diçka të posaçme, duhet me mendu tash për shembull për vitin tjetër ku me gjetë. Kështu që kësaj radhe kemi shku çka kemi. Çka kemi dhe mezi po pres me pa. Edhe atin ku është marifeti i krejt kësaj, sikur kuzhinieri që e kqyr me bo diçka në shtëpi me gjonat që i ka. Kështu që nuk kqyr me shku kur jemi të rritur e hapim frigoriferin, çka kemi atyre na del diçka. E besoj ndonjëherë del edhe shumë. Edhe për neve si skenografe është puna më e mira që e bëjmë. Domethënë është këtu tash na e shprehim gjithçka, se në studiot tona janë shumë të vogla. E tash kur vim këtu është krejt diçka tjetër. Është domethënë përveç që po don me tregu një fest, po don mi tregu ato këngë. Sa është e madhe skena? Skena është domethënë apo don me metra me tregu. Kush i ka metra, do të thësh ku mirë me shpedicë në ekran. 36 metra është skenografia. Wow. Domethënë po flasim si stage ku hin elemente të tjera mbrana krejt. Është bukur është, po, tash është për 3 metrave në përbohëm shumë edhe për neve, po thamë është, të thëmë, fest. Për skenografët fest e kemi mundësi me bo senat bukur. Zana, si është kur fillon edhe ti ulesh edhe sheh dhe e vetëm e ndan është puna ime? Hajda, se ka si vjetë. Unë e kam një problem që unë punën teme kam qef të tjerëve mja ulonë, se mendoj që qashtu është si skenografia, se kostumografe, unë e kam zhjithë këtë profesion, tjetëri me ma vlerësu punën. Po mundohna maksimum ato që e mendoj që ju pëlqen edhe shkon me qitë. Si kostumografe ke qenë angazhume? Unë jam kam qenë 2 edicione kostumografe në... Për kënë kujdeses më shumë? Unë jam kujdes për vitin, do më 2 vitet e para, kom punu si kostumografe aty, falë Adi që nga ka thira të nga ka ftu, a je mori vesh që unë puna edhe kostumografe dhe më tha, e jam nuk bashkan gjithë në festival, edhe falenderoj shumë se na ka dhënë një përvojë shumë të madhe. Për kënë kujdeseni më shumë për këto? Kënë keni përgjegjësi? Unë për shembull jam kujdes për të ftuarit 2 vitet e para, se me pamundësi, me kujdes për krejt njerëzit që marrin pjesë aty, ti kujdesesh për një numër caktuar. Të ftuarit që i ke pas ma speciale, dhe moderator. Tash mos për neve si radio që jemi në backstage. Me qaf po. Nëjse, kësaj radhe që kam kostumografe të shkruaj në privat, Vesa. Kësaj radhe nuk kam mundësi se jam me pjesën e skenografisë. Do të për të ftuarit kryesisht. Zona si vjet do të jetë Vesa jo mune, se po përzimi, s'ka lidhje. Se Vesa, fal tutëm, se unë. S'ka problem. Na mbeti në mendje. Po se i ftuari i parë. Si vjet do të jetë kështu hera e parë që Vesa e bën një skenografi kaq të madhe. Kështu po me për masa ka të ndaja është hera e parë që unë e bëj një skenografi të tillë. Edhe çush ka qenë, domethënë këto si domethënë apo je e sigurt që ka më dalë çashtu që ti e ke menduar? Në që ta hapa, sigur të po shkojmë, po, sepse ti kur të qetin, domethënë kur kam fillu me punu në 3D, ti aty është pi fillimit, tu punu në 3D, ti e kupton ku po e vendos këta, ku po sa metra largësia, sa kjo, sa jo, normalisht që ti e din.
E dim ku Sa është ekip e madhe, se natyrisht pa ekip nuk do të mund të funksiononi vetëm Shiko, të tash unë zona. ngusht që kom punu me zonën që për fillimit kemi qenë bashkëpunëtore dhe kom thonë unë e dua afër vetit edhe skenografën tjetër që jemi kolege. Jo, aty jemi të punu ngusht me dizajnerin grafik që i bën grafikat mrapa. Me pjesën Ne kemi dizajner grafik. Donati ne kemi. Duhet ta kemi në Donati pjesoj. Shumë punë mrekullueshme po bën Donati. Pjesën e realizimit tani kemi që edhe me ata jemi tepër ngurë, sepse ata e paraqisin krejt punën. Diçka e lidhur. Qofse ata nuk zonës edhe vesës, qofse ata nuk i kapin gjonat që i kanë bashkëpunu, pastaj Bashkë, krejt bashkë është. Produksioni është krejt lidhje, krejt zinxhir. por që shumë e rëndësishme është skena realisht, sepse siç e thash më përpara, domethënë kemi këtë pjesën që gjithë dëshirojnë, edhe artistët, domethënë kur e mendon që me u ngjit në një skenë 36 metra për shembull, ose në një skenë me gjithatë ndriçim, me gjithatë investim që është bërë, me gjithatë kreativitet që është këgja privilegj për secilin për është fest tash unë që çdo e marr është një fest për këngëta, për neve, krejt që kemi punuar atë, që po punojmë hala derisa të përfundon. Është krejt e mirë edhe bashkëpunimi me Florentin, me Rilindin, domethënë është krejt një frymë shumë e mirë që kemi kalu shumë mirë bashkë. Kjo është më e mira. Për ndryshe, Arta Avdiu, që është producentja që e kishim këtu, ka përmend pjesën e skicës dhe të asaj që e ke punu ti në 3D edhe është manitur në fakt me gjitha që Arta është njeri që pri fillimit deri hala sot është që na rrin gati neve. Domethënë si producent është fantastike. Ka dika apo diku që inspirohesh, i ndjek këto skenat e mëdha botërore që ndoshta edhe mendën një element. Na ndjekim, po çështja është gjithmonë që ti sheh bukuri ç'a bojnë jashtë. Po unë ç'a e thash, mundona këtu. Me ato që kemi. Këtu. Dhe kishe fu diçka edhe nga tradicionale. Nuk du me mendu ç'a po bën Oscars për me punu këto. Ne jemi Oscari vetë. Nuk du me shti vetën aty tash në këtë festival. Vitin tjetër kush e di qysh bëhet, ku bëhet, qysh e bojmë, po për si vjetë nuk e kom shiku, nuk kom mendu, veç e kom bo. Veç është kreativiteti kom bo, po, e kom bo. Tu e shiku çka po i mungan, nuk është proces i lehtë edhe me punu ato, domethënë shkon një kohë kogja e gjatë për me mri deri me thonë, okej, tash ti pja prezentoj. E ka një procedurë dhe ajo. E tregove që në Mars e ke dorëzu. Sa kohë ke punu për me e dorëzu në Mars? Dikun, mos të thëmë, ndoshta ka gjysa janarit kom fillu veç me fillu me punu. Me qitën në letër. Tani pe letrës e qesën në 3D. Është kjo e maftueshme koha tash kur ka fillu me u ndëtu? Këto janë procedura, tani shkojnë procedura prokurimi kështu ashtu. Po aty që po punoni që keni fillu me punu në skenë, sa ditë ka që ka... Ne kemi fillu, nëse nuk gaboj me 10 ashtu diçka, jo. Me 10 tetor, tamam kemi fillu. 10 tetor. Po. Sot jemi me 24, është për afru, është po edhe shumë në shpejtësit madhe të shku gjithë shka. Wow, bukur shumë dhe shumë po që emocion. Besoj që do të kemi unë kom po them pjesën e aty ku është. Bazamentin gjithë ato, bile kom shku një ditë e pash vetën aty dhe skenografinë e vesës. Për na që jemi që kështu shpirtin në fit, nuk mundem me prit gjashtë pa e pati kështu. Hajde. Një diçka që se ne zakonisht jemi mësuar me bëj diçka shumë glamoroze, atë që përmendit ti Laura kur shohim për shembull, po që në fakt artistat ose ajo që është më e bukur gjithmonë është sa më thjesht është më e bukur. Në kuptimin që mos më qenë shumë nga kulturën traditën tonë. Jo rastësisht vesa është aty, unë e di që se qysh beson në shijen e vesës. Edhe besoj kemi pa diçka të mirë. Edhe unë besoj që ka me qenë. Në fund ka me përfundu që ashtu që kemi mendu. Okej, kjo është kur po punoni aty, keni edhe apo keni muzika, apo ju disponon dikush këtu me punu me muzikë? Vetëm tu punu. Se pas jemi pra pas kem, po dojmë me ditë edhe qysh kalojmë këtu. Pas tani është keqja të Unë vesën e shosh aty në çesh me një kompjuter.
Po, të mos fol me kërkon. Edhe të mos folë më kërkon, veç të përdu që të diqka, edhe kur shkon t'i kush me pyjtë diqka kjo me shumë irësjeli e këtete, ja këtë përgjigje. Që të përfundon. Kështu që shumë faleminderit. Faleminderit edhe juve E shumë. di që ke edhe shumë punë, të presin edhe shumë punë tjera, se në festival ose në realizimin e festivalit të Laura, sigurisht që Vesa e Zana e këtë ekipi janë thirrur për me bënë diçka, është skenograf ose dikush producent, dikush skenarist. Po këtu që kem përmend edhe ditëve tjera është një diçka që gati krejt mundohet me bëj gjithçka me vetëm qëllim që në finalja me dalë ç'është është më së miri. Kështu që edhe Vesën deshte e ka qatë fat, kështu që Para se me përmbyll Kika do doja të ndalesha pasi që kujdeset për pjesën si kostumografe për të ftuarit. Ka shumë si vjet jo. 2 vite më herët. 2 vite më herët. Do të si vjet e pas ke pak. Se jam me skenografin është pa përballueshme me u angazhu. Thonë me qenë ajo pjesë, po mu më kujtohet vetëm që Këndë kemi këtë vit. Adi, nuk e di. kur ka ardhë Vesa, Adi ato që i ka kërku e di që ka qenë gjyra zezë. Edhe aty ka shku qatë linë, pastaj ka shku Vesa, si gjithë shka me, sepse është, do të thonë... Mos me na dali një Ku e kolorit ndje atje. vetën më mirë, pasi 2 edicione si kostumografe dhe është si skenografe, cila këtë role shtatet të ty më ndryshme. shumë. Këtë role të ndryshme. Në cilën je ndi më mirë? Po secila e ka të vetën, Veçantë. secila e ka të vetën. Në kostumografe, kur je si kostumografe, je më afër njerëzve. Si skenografe je pak më larg njerëzve. Do më njerëzve që janë njerëz që marrin pjesë. Çato. Por i do që të dyja me sa po e shoh, nuk i ndan asnjërin. Kështu që përgjigja është si skenografe, se të njoft Vesën ka që me punu vetë. Në kuptim, jo vetë, jo në kuptimin vetë, ja, po dëgjoj, kur jenë në një punë krijuese, ka njerë të vyna e qetësia, edhe ki nevojë me qenë, me atin, Me vetën tënde. Po. Për shkak se kreativiteti shfaqet më shumë. Me vetën tonë, kështu që Pa e trazuar. Po, shumë shpesh po. Pa ta trazuar askush imagjinatën që edhe e sjell në skenë. Faleminderit Vesa Krajë. Faleminderit shumë e juve. Vesës, Zonës edhe këtë ekipit të festivalit me datën 6, 7 edhe 8 të muaj që po vjen, do të keni mundësi me pa artistë të shumë të cilët tashmë janë pjesëmarrës. Interesimi qysh tash është jashtëzakonisht i madh për me qenë pjesë e festivalit, njerëz të ndryshëm që telefonojnë ose janë nisin me pyetje qysh me marr biletat e gjitha këto, por që këtë kjo po bëhet me vetëm qëllim dhe padyshim që Vesa ka një bar kogjatran aty, sikurse edhe të tjerët, që në fund ditës ne me thonë ose atë që përmendet ti Laura, dikur është bajt një festival kështu edhe ka qenë Vesa Kraja skenograf. Jo, sa bukur. Si shumë e madhe. Kënaqësi e madhe Vesa, në fund edhe do i bëjmë në foto në fund se po i bëjmë me gjithë të ftuarit, por ndryshe i falenderojmë gjithë ata që na kanë dëgjuar përmes Alb Radios në Zvicër dhe përmes frekuencës edhe ata në mbar botën përmes internetit. Mos harroni me pëlqy faqen tonë zyrtare në Facebook Radio Kosova, me shpërndam me miqtë tuaj. Aty do i keni të gjitha pamjet që vijnë nga prapa skena, por në kanalin tonë zyrtar në YouTube, mos harroni të klikoni gjitha këto intervista që po bëhen, mund t'i dëgjoni kështu detajisht edhe kur doni edhe si doni ju.